Zëra dhe buzëqeshjet e fëmijëve kanë mbushur këtë një qershor shkollat dhe kopshtet e të gjithë vendit. Dita ndërkombëtare e fëmijëve është kthyer në një festë të veçantë, ku më të vejgjëlit kanë shijuar aktivitete argëtuese dhe programe artistike të përgatitura posaçërisht për festën e tyre. Ndërsa nuk kanë munguar as urimet për bashkëmoshatarët. Dashur prindër, mirë se erdhët në festën tonë të bukur, në festën e gëzuar të fëmijëve, aty ku çdo gjë ka kuptim, ka jetë, ka ngjyra, ka vlera. Ne jetojmë në një botë aty ku nuk ka gënjeshtra, ku ka vetëm gëzim, ku ëndrat tonë marrin krah e fluturojnë. Gëzuar një qershore. Gëzuar një qershore. Gëzuar një qershore. Mes këngëve, poezive dhe lojrave të ndryshme, fëmijët janë bërë protagonistët e kësaj dite festive. Një pjesë e tyre kanë zgjedhur të përcjellin emocionet përmes recitlimeve. E jam i lepuru festën të fillojmë, gëzimi dhe hareja të nise të fluturojë. Veç se këne fëmijët e qeshur bitë në sarbëri, si fidan në falë, kanë vere hedhim shtanë në Shqipëri. Një qershori për të festës dhe argëtimit shërben edhe si kujtesë për rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe krijimit të mundësive të barabarta për zhvillimin e tyre. Ndaj në këtë ditë, avokati i popullit hapi dyert në mbështetje të iniciativës Nisma për fëmijët. Një grup prindërish po mbledhin firma për të propozuar një ligj i cili garanton financimin e plot nga shteti për kurimin e fëmijëve brenda ose jashtë vendit. Deri më tani janë mbledhur rreth 17.000 firma.